investim për shtrirjen e rrjetit tërësisht. Dikush tha, me 9 milion i blej krejt ato fshatra, po tash nuk po di, 9 milion, se di... Kështu kanë deklaruar ata, e nësë të veqet për raportu. Në veç për raportu, 9 milion euro është investimi për rreth 7.000 hektar tokë bujqësore që në 10 zona që pritet të bëhet ujitja me me rënje të lirë. Por, pas kësaj na kanë vëshuar sidomos partitë politike sepse jemi në kohë fushate edhe kanë përqeshur mjaftueshëm këtë lloj projekti që përderisa nuk ka projekte të mëdha, edhe projekte të tilla kaq të vogla shfaqen me kaq pompozitet nga qeverisje edhe nuk do të dohej të bëhej kaq e madhe një projekt i tillë, sidoqoftë pas këtyre talljeve të ndryshme që kanë ndodhur, ka reaguar prapë ministri Armend Muja gjatë orëve të mbrëmjes, tha që sistemi parashesh shfrytëzimin e ujërave nga lumenjtë dhe burimet nën-toksore, duke krijuar një rrjet ujitje për fermerët e Llapit. Disa po tallen, kanë pasur dekada në pushtet për të sjellë zgjedhje për fermerët e Podujevës dhe nuk e bën. Në fund, fermerët ka nevojë për ujë, jo për tallje. Nuk po e kontestojmë askush nevojën për ujitje të tokave, sepse tokat tona bujqësore normalisht ka nevojë për ujitje nëse dëshirojmë me pas të mira nga këto toka shumë a shumë. Por ideja e pompozitetit është përqesh sidomos tash në kohë fushate, ideja e pompozitetit të madh me këtë lloj po shumë primitiv, është në mëna vitin 2026 edhe është shkojmë tek foto tjetër që. Për shumë primitiv janë nisën njerëzit me krahasu me situatën në Afrikë, atje ku po hapen bunare të ndryshme sepse nuk kanë ujë të pijes, edhe pak a shumë është atmosferë, pamje vizualisht e ngjajshme me situatën në Afrikë ku po hapen bunare ose puse për ujitje ose për pije. Edhe prandaj po cilësohet si qasje primitive kjo mënyrë e të bërit të këtij lloji projekti. E madje, shkuan edhe bëna si krahasime që qysh në qeverisit e kaluara ka pas, shkojmë në fotografin tjetër, ka pasur projekte madhore, ndërkaq në këtë vetë projekti me pompozitet ishte kë që u shfaq gjatë ditës së jashtme. Pra ka pasur kritika, tallje, krahasime të ndryshme mbi këtë lloj projekti. Unë hina e me lexu edhe të komentet që kanë të thonë njerëzit, sidomos të rajonet të Podujevës të Llapit, mbi këtë lloj projekti. Edhe një që am la për shtypje, ishte këto. Është një farë Aleksandr Gashi, nuk e di, thotë, përshëndetje zoti Bulliqi, puna dhe investimet tuaja në Podujevë meritojnë respekt, por efikasiteti tyre duhet matur me gjatësinë në terren. Në fshatrat në pjesën e lartë të Podujevës, mbi 5 sisteme ujitjeje të ndërtuara rishtazi, domethënë para ca viteve, janë shembur dhe janë jashtë funksionit që në dimrin e parë. Pra, sipas tij, sistemet të tilla janë ndërtuar tash rishtazi në komunën e Podujevës, por janë shembur për shkak të cilësisë jo të duhur, së dobët. Një tjetër, kërkoi tha, nëse është kaq i thellë sa po duket ky lloj kanali, pse nuk ka mbuloj ndonjë lloj teli ose armature ose diçka të tillë që të mos rrezikohet jeta mbase e fëmijëve. Dikush tjetër tha nuk është e mundën me ujit tokat bujqësore me këtë ujë, sepse lumenjtë e Podujevës nuk është që kanë sasi të konsiderueshme të ujit, e po ashtu as bunarët ose ujrat nën-toksore nuk munden me unëzirë, sepse ministri po thotë që me ujra toksore dhe nën-toksore do të mbushet ky lloj kanali. Do të thotë njerëzit sidomos të rajonit Podujevës, po e dinë situatën që nuk është i mjaftueshëm edhe një lloj kanali i tillë sepse nuk ka prurje të konsiderueshme të ujit. Një tjetër tha mirë, qysh kena me shku me ujit tash tokat përmes këtij kanali janë qëtë mënyrë me çu drasat, Slovenka, se është slovenke këta ndërtimtarët e kuptojnë çka janë këto drasat slovenke, kjo ngjyra e verdhë, quhet dras slovenke i thojnë. Me çu këto drasat edhe me nis ujitjen e ujit, a kanë me u kap tash të banorët, fermerët, kush ka me marrë ujin ma përpara se kush quhet ma herët me kap ujin, do të thotë pat goxha komente, bile pat edhe asi komente ministre kryetara, po tallni me neve, çka puna e gjithë këtij shohut që është bë. Sidoqoftë, pra po them, tokat tona bujqësore ka nevojë për ujitje, është sistem i nevojshëm, i domosdoshëm për ujitje, por thjesht jo për të marrur një pompozitet
ka që të madhë si që u afirmua gjatë ditës së djeshme, ku fillimisht ka njoftuar Ministria e Bujqësisë dhe i kaftuar mediat që të marrin pjesë. Këto më pas kanë hyrë edhe live disa nga mediat lokale nga kjo këlloj përurimi. Ministri fletë disa fjale ato që urime gjithë lapjanët, po ujitën tokat, bla bla bla. Po ashtu edhe kryetari Bulli që falendrojnë ministrin për këtë projekt dhe sene. Po thëmë, a ka nevoj? Ka nevoj. A ka nevoj tash për siguri, për rjetizim, a ka nevoj? Ka nevoj. A s'ka pas nevoj... Shumë që ndoshta i shpenzojnë edhe tjerat milionat që kanë betur. Tash 9 milion, vallahi nuk e di. Si ne ekspert me disa milion shkojnë këto? Tash po thëmë, njerës të mujnë e lërsu, ekspertat mujnë e lërsu sa vlejnë një projekt i tillë që është veç beton. Një bager me kap, me qelë kanalin edhe beton. Nejse, lypset edhe punë gjeodezike për shkak të rënjes të nivellit të ujit, me përcaktuar rënjen. Që di, por shpresojmë të ketë uj, që tashtë, bile sot sigurisht ka uj se ka pas reshje, po nesër në ditët kur ka nevoj të ka bëjtësore për ujitje, sepse në ditët e korrikut e gushtit ka nevoj për ujitje shumë a shumë, a do të ketë uj të mjaftueshëm këto lloj kanale. E qënë zote. E qënë zote, inshallah. Mirë, Enes... Ka qenë krejt kjo